ndjenjë, shiko të them, është një ndjenjë, është një melankoli, është një vjen turp, turp vjen si banor i Kosovës që nuk kemi gazetë të shtypur ditore, që shka e gjithë bota, që shka gjithë fshinë tanë për rreth, që shka në gjithë Evropën dhe që shka në Amerikë. Nderuar përshëndetje. Mirë dita. Si e vlerësoni jo një mllëkosje që në ditët e sotme nuk ekziston në Kosovë gazeta e shtypur, por ekziston një gazetë online. Sipas teje, tregona pak në pikat shkurta se çfarë do të thotë me pas një gazetë shtypur në një vend i pamvorur si ne për shembull Qyshina që ekziston në këtë botë. Faleminderit shumë që po më bëni këtë pyetje, sepse aktualisht mendoj unë është një nga pyetjet më të rëndësishme në Kosovë. Si është e mundshme që Kosova në këto momente tash po bën gati 4 vite, nëse s'gaboj në llogaritje, që nuk ka gazetë të shtypur ditore, si që ka qenë Rilinja dikush, pastaj Kohë ditore e gazetat të tjera. Sot, populli i Kosovës në gjuhën shqipe nuk mund të lexoj gazetë shtypur ditore, që është turpi më i madh edhe që është mungesa e jashtëzakonshme e të gjithë neve. Edhe unë nganjëherë i them vetes, a kemi bre ne banorët tu, ne qytetarët, ne lexuesit, a kemi zë? A na ndëgjon dikush? Se gazeta është një çështje themelore e kulturës një banori, një njeriu, një nxënësi, një studenti. Mirë po, bile edhe kur po bisedoj me disa njerëz, shokët mi, kolege, po shiko, nuk është më në formë gazeta, nuk është. Unë u thoj në për Evropë, isha herën e fundit në Praga, atje kam punu në Radio në Evropë, Alir një kohë gjatë, edhe thash atje kanë gazetar, po. Atje thash kanë gazetat shtypura, thash nuk po mundi numëroj, po sigurisht minimum 10 gazetat shtypura ditore. Për gazeta kështu javore mos të flas. Në Vjenë, në Austri, po ashtu. Çfarë ndjenje kite kur shkon në vend edhe e sheh e merr një gazetë edhe i kujton ato kohrat e mëhershme. Shiko të them, është një ndjenjë, është një melankoli, është një vjen turp, turp vjen si banor i Kosovës që nuk kemi gazetë të shtypur ditore, që shka e gjithë bota, që shka gjithë fshinë tanë për rreth, që shka në gjithë Evropën dhe që shka në Amerikë. Ka gazeta ditore. Nuk ka, do thotë, unë sende s'kom has, e hulumtoj këtë që është një tash e 4 vjetë, se tash po bërën 4 vjetë që s'kemi gazetë të shtypur ditore, nuk ka rast tjetër as në Evropë, as në Amerikë. A do të shteti të bëjnë një vend edhe që të prodhohen gazetat ditore, që gazeta e shtetit? Une nuk them që shtetit qëtë, si themi ne, botuesi, e shtetit ta pastaj shtetit mos e përdor për nevojat vetë, ta propaguar politikën e vet, a kuptoni? Po shteti duhet të jetë ai që ta ndihmoj, ta financoj ta ndihmoj një ndërmarrje e cila jep një projekt, ndërtesën e kemi, shtypshkronjat i kemi, është pallati i shtypit, është një ndërtesë jashtëzakonshme, po mirërisht tash është e lënë pas dorë. Edhe është të shkret, edhe s'po mund të kaloj andej, e thej rrugën sepse më kaplon një farë mallëngjimi dhe disi e ndi veten shumë keq. Merreni me mend, në këtë zhvillim të Kosovës edhe të gazetërisë Kosovë, ne s'kemi gazetë ditore të shtypur. A ndikon kjo edhe të fëmijët e të çdo sen për mos leximi? Po ndikon jashtëzakonisht shumë. Po se ndikon jashtëzakonisht shumë. Ne sot nuk i njohim poetët që i kemi, nuk i njohim gazetarë që i kemi, nuk i njohim shkrimtarë që i kemi, nuk i njohim personat që kanë afirmuar Kosovën në botën jashtme. Të gjitha informatat e kemi nga radio, nga televisioni, po na nuk mundemi me u vizatu aty pranë televizionit të gjithë ditën me e shiku. Po me e shiku. Prandaj ju bëj apel autoriteteve të Kosovës, gjithë njerëzve të vullnetit mirë, gjithë njerëzve që shqiptarë e të tjerë që duan të ndihmojnë, që të kenë parasysh eventualisht, që t'japin ndonjë kontribut, që më në fund ta vazhdojmë pas 4 vitesh
të vazhdojmë A kthejmë funksionimin shtypjen e përditshme një gazete ditore në Prishtinë dhe në Kosovë. S'po të kemi një gazetë. Një gazetë shtypur ditore, i them. Se gazetë shtypura e bën një muajt njëherë. Jo, çdo ditë Një gazetë të shtypur ditore.